Sinjali I fshehur I rrezikut. Çfarë na mësoi Carl Jung për njerëzit më të rrezikshëm? Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të lini komentin tuaj. A keni takuar ndonjëherë dikë që duket I përsosur në pamje të jashtme? Ndoshta ata janë të qetë, të sjellshëm, madje bujar, por diçka në praninë e tyre ju lë me një ndjenjë të çuditshme shqetësimi. Carl Jung, psikiatri I famshëm zviceran, besonte se njerëzit më të rrezikshëm nuk janë ata që shfaqin agresivitet të hapur ose pandëshmëri të dukshme. Përkundrazi, rreziku më I madh fshihet tek ata që mbajnë një maskë të qetësisë dhe kontrollit, duke fshehur një të vërtetë të rrezikshme për veten e tyre. Në këtë artikull do të eksplorojmë depërtimet e thella të Jungut për hijen pjesën e fshehur të psikikës sonë dhe do të zbulojmë sinjalin e alarmit që nuk duhet ta injoroni kurrë. Ky është një udhëtim në thellësitë e mendjes njerëzore që mund t'ju ndihmojë të shihni veten dhe të tjerët në një dritë të re. Hija, sekreti I fshehur I psikikës. Carl Jung besonte se çdo njeri ka dy fytyra, atë që tregojmë botës dhe atë që fshihet brenda nesh. Fytyra e jashtme ose persona është maska sociale që ne krijojmë për t'u përshtatur me pritshmëritë e shoqërisë. Por pas kësaj maske gjendet e pandërgjegjshmja, një botë e brendshme plot me instinkte, emocione të shtypura dhe arketipe universale. Një nga konceptet më të rëndësishme të Jungut është hija, grumbullimi I të gjitha atyre tipareve që ne I refuzojmë ose I mohojmë tek vetja. Hija nuk krijohet vetëm nga shoqëria, ajo lind nga konflikti mes asaj që jemi dhe asaj që na thuhet se duhet të jemi. Që në fëmijëri ne mësojmë se cilat sjellje janë të pranueshme, të jesh I sjellshëm, I bindur ose I dobishëm. Por tiparet që nuk përshtaten me këto standarde, si zemërimi, ambicia apo dobësia, shtypen dhe zhvendosen në hije. Me kalimin e kohës, ne fillojmë të identifikohemi vetëm me ato pjesë të vetes që shoqëria I miraton, duke I lënë pjesët e tjera të varrosura. Por ato nuk zhduken. Ato qëndrojnë nën sipërfaqe, duke ndikuar në mënyrë të fshehtë në mendimet, zgjedhjet dhe reagimet tona. Pse hija është kaq e fuqishme dhe e rrezikshme? Hija nuk është e ligë në vetvete. Ajo përmban jo vetëm impulse negative, si zilia ose egoizmi, por edhe talente dhe dëshira të shtypura, si kreativiteti apo pavarësia. Problemi lind kur ne refuzojmë ta njohim hijen. Kur e shtypim atë, ajo nuk zhduket, përkundrazi, ajo grumbullon energji dhe kërkon mënyra për t'u shprehur. Jung e përshkruante të pandërgjegjshmen si një forcë aktive, jo si një depo pasive. Pjesët e shtypura të vetes transformohen, shpesh duke u shfaqur në mënyra të tërforta dhe shkatërruese. Për shembull, dikush që mohon zemërimin e tij mund të duket I qetë në sipërfaqe, por zemërimi I shtypur mund të shfaqet si sarkazëm, nevojë për kontroll ose sjellje pasive agresive. Të tjerë mund ta projektojnë hijen e tyre tek njerëzit përreth, duke akuzuar botën për të metat që refuzojnë të shohin tek vetja. Jung e quante këtë një bombë me sahat psikologjike, sepse sa më shumë e injorojmë hijen, aq më e fuqishme dhe e paparashikueshme bëhet ajo. Kur hija bëhet një kërcënim. Jung paralajmëronte se mohimi I hijes ka pasoja të rënda. Ajo që nuk sillet në ndërgjegje, shfaqet si fat, thoshte ai. Me fjalë të tjera, të metat dhe impulset që refuzojmë të pranojmë mund të kontrollojnë jetën tonë në mënyra që ne nuk I kuptojmë. Kjo mund të shfaqet si ëndra të frikshme, sjellje impulsive, frikëra të pashpjegueshme ose modele të vetësabotimi. Në rastet më ekstreme, shtypja e hijes mund të çojë në shpërthime emocionale ose një kolaps të plot psikologjik. Një person që mohon hijen e tij mund të duket I përsosur në sipërfaqe, I qetë, I kontrolluar, madje I dashur. Por brenda tyre ekziston një tension I madh mes asaj që ata projektojnë dhe realitetit të tyre të brendshëm. Ky tension duhet të gjejë një dalje dhe shpesh manifestohet në mënyra delikate, por të dëmshme. Për shembull, dikush mund të maskojë mizorinë si kujdes ose të përdorë manipulimin për të mbajtur kontrollin, pa e kuptuar kurrë motivin e vërtetë të veprimeve të veta. Këta njerëz mund të lënë pas një gjurmë konfuzioni dhe dhimbje, duke mos kuptuar se rrënja e problemit është mungesa e vetdijes për hijen e tyre. Iluzioni më I rrezikshëm, superioriteti moral. Ndër të gjitha paralajmërimet e Jungut, një ide qëndron si veçanërisht shqetësuese. Njerëzit më të rrezikshëm nuk janë ata që janë hapur armiqësor, por ata që besojnë se janë krejtësisht të mirë. Kur dikush e sheh veten si moralisht të pastër, shpirtërisht të lartësuar ose gjithmonë të drejtë, ata humbasin aftësinë për të reflektuar mbi sjelljen e tyre. Ky superioritet moral është e rrezikshme sepse I bën ata imun ndaj autokritikës. Këta njerëz mund të justifikojnë çdo veprim, pavarësisht sa I dëmshëm. Ata mund ta shohin manipulimin si ndihmë, kontrollin si mbrojtje ose mizorinë si dashuri të ashpër. Veprimet e tyre mund të duken etike në sipërfaqe, por në thelb ato shërbejnë për të shmangur përballjen me hijen e tyre. Jung besonte se sa më fort një person kapet pas një identiteti të virtytshëm, aq më shumë ka gjasa të veprojë në mënyra që bien ndesh me atë identitet, pikërisht sepse ata kanë mohuar çdo mundësi për të parë të metat e tyre. Sinjali I alarmit që nuk duhet injoruar. Cili është, pra, sinjali më I rrezikshëm që Jung na fton të vërejmë? Është mungesa totale e vetdijes për hijen.
Një person që refuzon të pranojë aftësinë e tij për të bërë keq, që beson se është i path për zemërim, mizori apo mashtrim, është i paparashikueshëm dhe potencialisht i dëmshëm. Nuk është prania e hijes ajo që e bën dikë të rrezikshëm, por mohimi i saj. Njerëzit që njohin të metat e tyre janë shpesh më të besueshëm, sepse janë të vetëdijshëm për potencialin e tyre për të gabuar dhe përpiqen ta shmangin atë. Por ata që besojnë se nuk kanë hije janë të verbër ndaj sjelljeve të tyre. Ata mund të justifikojnë çdo gjë, duke lënë pas kaos dhe konfuzion pa kuptuar kurrë rolin e tyre. Jung e shite këtë si më shumë se sa një problem psikologjik, ai e quante atë një formë verbërie shpirtërore. Kur takoni dikë që këmbëngull se është gjithmonë i mirë, gjithmonë moral ose gjithmonë i drejtë, ndaloni për një moment. Pyeteni veten, çfarë nuk po shohin ata për veten e tyre? Përgjigjja mund t'ju ndihmojë të mbroheni nga ndikimi i tyre. Si të mbrohemi dhe të rritemi? Të kuptuarit e hijes nuk ka të bëjë vetëm me identifikimin e rrezikut tek të tjerët, është gjithashtu një ftesë për të eksploruar veten. Jung besonte se rruga drejt rritjes personale dhe shpirtërore kalon përmes përballjes me hijen tonë. Kjo nuk do të thotë të zhytemi në faj ose turp, por të pranojmë se ne të gjithë kemi aspekte të vetes që i kemi shtypur. Duke i sjellë ato në dritë, ne mund t'i transformojmë ato në burime force dhe vetëdije. Herën tjetër që ndjeni një shqetësim të pashpjegueshëm për dikë, dëgjoni atë ndjenjë. Pyeteni veten nëse ajo që shihni është një maskë e kontrolluar me kujdes apo një mungesë vetëdije për anët e tyre të errëta. Dhe mos harroni të shikoni edhe brenda vetes. Çfarë aspekte të vetes suaj keni shtypur? Çfarë mund të mësoni duke i pranuar ato? Përfundim. Intuita e Carl Jungut për hijen na ofron një mjet të fuqishëm për të kuptuar veten dhe të tjerët. Njerëzit më të rrezikshëm nuk janë ata që shfaqin armiqësi të hapur, por ata që mohojnë aftësinë e tyre për të bërë keq. Duke njohur sinjalet e mungesës së vetëdijes për hijen, ne mund të mbrohemi nga ndikimet e dëmshme dhe të ndërmarrim hapa drejt një jete më të vetëdijshme dhe të plotë. Pra, herën tjetër që takoni dikë që duket shumë i përsosur, mbani mend fjalët e Jungut, rreziku i vërtet fshihet në atë që ata refuzojnë të shohin.